Përkujtohet 27 vjetori dëshmori të Dheut Indrit Sara, njohur me emrin Komandant Kavaja, i cili do të braktiste jetën në Londër për t'u bashkuar luftës çlirimtare të UÇK-s. Më sot më duket sikur i festojmë ditëlindjen atij djali, sepse kolegët e mi e përjetojnë dy fish, është ndarë një shok, një vllaj, një mik. Skënderbegasit nderojnë djaloshin Skënderbegas duke marrë pjesë në një sër aktivitetesh në Suareg, fillimisht në komunë, në qendër kulturore dhe më pas edhe tek lapidari i herojt. Indrit Sara nuk ka vdekur, ai rënë dhe do të rrojë derisa të ekzistojë kombë shqiptare. Një mikpritje befasuese na pret në fshatin Pjetër Shtic, pranë batalionit të dytë, Rushdi Saliu, njohur ku vllazërimi rrethohet nga historitë e luftës dhe traditat e bukura shqiptare. Kena pas sukses, ku serbët janë me të vromë dhe asnjë prej neve s'është me të vromë. Është 14 qershori, viti 1998. Mësoni më shumë duke na ndjekur të mërkurën datë 8 prill 2026 në emisionin Pusho Shqiptarçe të TV1 Channel.